Shikues nderuar, ju përshëndesim nga stadiumi Përparim Faqi, ku për pak çaste do të fillojë ceremonia solemne e shpalljes së titullit kampion të ligës së tretë rajonit Dugaxhinit për klubin futbollistik Drini i Bardh. Sot është dashur të zhvillohet ndeshja e fundit e javës së 18 midis ekipit të Drinit të Bardh dhe Istogo 03, mirë po për shkaqe tash të panjohura klubi Istogas nuk ka udhëtuar në Prizren dhe ndeshja nuk po zhvillohet. Mirë po, siç po shihni prapa me këtu, janë drejtuesit e klub ligës së tretë të rajonit Dugaxhinit, është edhe anëtari i Komitetit Ekzekutiv Mirsad Çollaku, që do të bëjnë së pari ndarjen e medaljeve të argjend të arta për futbollistët kampion për klubin e futbollit Drini i Bardh, të cilët bindshëm kanë qenë më të mirë në këtë edicion nga gjithsej 18 ndeshje të zhvilluara në kampionat, kanë arritur 17 fitore, një barazim dhe pa asnjë humbje, kryesojnë tabelën e klasifikimit me 49 pikë. Dhe ja shohim tani renditjen e lojtarëve, të cilët një nga një do të vinë të marrin medaljet e arta në duart trokitën nga shikuesit për këtë sukses në 50 vjetorin e themelimit të klubit të futbollit Hasjan. Sot është edhe një gëzim i madh, sepse skuadra në edicionin e ri të garave do të zhvillojë gara në ligën e dytë të Kosovës në futboll, padyshim një sukses i jashtëzakonshëm. Ja shohim Vikan Regjin aty, Fitim Sinanin e kështu me radhë, të gjithë futbollistët të cilët do t'i marrin medaljet, e pastaj kapiteni i skuadrës do ta marrë edhe kupën e kampionit të ligës së tretë. Mirsad Çollaku ndan medaljet. Kemi edhe Ismet Ahmetin, koordinator. Ja, këtu i pranishëm se është edhe Kreshnik Fetahin, kryetarin e ligës së tretë nga Vokshi, ndërsa po shihni tani edhe drejtuesi i klubit dhe këta Robert Gjeraj, trajneri i ekipit, cili ka ardhur në pjesën përfundimtare të kampionatit, por gjithsesi merita është edhe e tij, edhe trajnerëve të tjerë, edhe këtyre drejtuesve të klubit që për një edicion nuk kanë kryesuar asgjë nga vetja, bashkë me futbollistët kanë arritur një prej sukseseve historike të klubit të futbollit Drini i Bardh. Sigurisht do të presim edhe ceremoninë, me siguri do të kemi edhe fishek zjarre. Shohim pra Drini i Bardh Has kampion 2024-2025. Ja, dhe Herolindi, sekretari i klubit, dhe krejt në fund vjen kapiteni Besfort Krasniqi, cili merr medaljen. Sigurisht do të dorëzohet edhe kupa triumfuese, dhe në momentin kur e merr kupën, atëherë sigurisht do të jetë gëzimi i papërshkruar dhe shpresojmë që edhe publiku do ta bashkëndjejë, së bashku të kremtojnë këtë ngjarje historike. Ja shohim edhe një mirënjohje nga Federata e Futbollit Kosovës, Mirsad Çollaku për Mustaftotën, kryetarin e klubit të futbollit Drini i Bardh Has, që po ashtu është njëri më meritor. Dhe ja, ky momenti kulminant, dorëzohet kupa e kampionit nga Mirsad Çollaku për kapitenin e skuadrës Besfort Krasniqin, dhe ky është gëzimi më i madh. Kemi shampanjë, urime klubi i futbollit Drini i Bardh, urime futbollist, urime drejtues të klubit, urime tifozëri. Shpresojmë që suksesi i klubit të futbollit Drini i Bardh nuk do të mungoj as në ligën e dytë të Kosovës të futbollit. Ti ndjekim pak këto pamje interesante dhe ma gjepsëse të këtij gëzimi të papërshkruar.
Një rrugtim shumë i suksesshëm i futbollistëve bashkë me kryetarin, me stafin drejtues, një gëzim i papërshkruar, një moment historik për klubin e futbollit Drini Bardh. Urime juve, tifozëve dhe gjithë pasionit. Shumë faleminderit, urime gjithë hasit, gjithë këtij komuniteti kaq të mirë. Uroj lojtarët, uroj trajnerin Robert Gjeraj, kryesinën Gushi kemi në punues bashku, po më së shumti i uroj edhe i falenderoj bashkëdhetarët tonë, mërgjimtarët tonë që më të vërtet na kanë mbështet edhe urimi shkon gjithmonë për ta. Faleminderit shumë për këtë komunitet kaq të mirë, për një komunitet që më të vërtet na kanë mbështet. Shumë faleminderit. Një sukses i jashtëzakonshëm me rezultate jashtëzakonisht të mira, një gëzim i papërshkruar këtu, do të vazhdoj ceremonia nesër, çka keni në plan? Ceremonia do të vazhdoj nesër në orën 18:30 në fshatin Gjone, Shtëpia e Kulturës, kodrën e pajtimit. Aty do kemi një falënderim të veçantë për gjithë komunitetin. Do ta kemi një pijem, do të mundohemi sa më mirë me ju prit mirë, po besoj që do t'i presim si më mirë. Apeli juaj për tifozët të vinë sa më shumë. Po, do ju bëjmë apel edhe tifozëve, do të qesim edhe në faqet e klubit që na bashkohen nesër. Robert, dikur to festa e ke festuar si futbollist, tani si trajner, një sukses i jashtëzakonshëm, edhe pse edhe me vonesë, por sigurisht që suksesi është i padiskutueshëm me gjithë ato suksese, domosdoshmë 17 fitore, një barazim dhe pas një humbje. Çfarë do të thotë kjo për ty si trajner me ekipin e As? Po, unë mendoj që është një sukses i jashtëzakonshëm i Drinit Bardh, mendoj që është meritë e gjithëve që kanë punuar prej fillimit e deri që kanë punuar në klub, edhe trajneri paraprak që u kon para meje. Ka bërë një punë shkëlqyeshme edhe ka bërë një ekip shumë të mirë, po normalisht gjithë secili ka meritet e veta për suksesin që e bën. Unë po mendoj që kjo është një sukses i veçantë krahas. Që kom pas si lojtar, po kjo është një ndjenjë veçantë për arsye se si lojtar mendon veç për vete, por kur je si trajner mendon për shumë për gjithë lojtarët, për ekipin, për kryesinë, për krejt, po normal merita i shkon edhe kryesisë klubit, krye me kryetarin, donatorë që janë këto të cilët kanë ardhur, për cilët nuk i kam njoft më mirë, po e kam pa që e kanë bërë një punë të jashtëzakonshme edhe e kanë një vullnet shumë të madh, sidomos këto ditë vështira tash që është bërë rinia dhe po merren me shumë punë të këqija, janë të humor me sport, janë të dhënë për sportin edhe është kjo një merit shumë e madhe që e bojnë ta për zonën e Hasit, për ekipin e Drinit Bardh, edhe shpresoj që me vazhdu kështu pavarësisht ligës se ku luajnë, kur të investon në sport edhe në futboll, është një sen shumë i rëndësishëm për rinin, për zonën, për qytetin e Prizrenit edhe normal për këtë atë zonë që është që ka shumë fshatra atje dhe janë pjesë e Drinit Bardh. Robert, ke qenë i suksesshëm si futbollist, por gjithashtu i suksesshëm i edhe në cilësinë e trajnerit, sidomos me moshat U21 të Liris, tani po tregosh suksesin në ligën e dytë. Ndoshta është herët kjo pyetje, është momenti i gëzimit. Mendon të vazhdosh me Drinin e Bardh nëse pajtoheni me kryesinë në ligën e dytë? Po bisedat janë konë që vetëm për këtë muaj minimu, për këto 7 ndeshje sa kanë met, unë po shpresoj që nëse pajtohemi edhe arrim ato marrëveshje që kemi na, normal që klubi ka një projekt edhe do të më menu më afatgjat, atëherë besoj që do të me vazhdu, mirë po do të me pa edhe krahas se jam i angazhuar edhe te Liria U13, do të me bisedu edhe me kryesinë e Liris, unë kam dëshirë shumë me vazhdu edhe normal, sukseset kur fillojnë mirë si trajnerat e normal që puna e trajnerit se ndaj punë tjetër ne nuk dina me bë përveç trajnerit edhe shka i përket futbollit, shpresoj shumë që me vazhdu edhe normal me pas rezultate edhe me arrit sukseset mëdha. Faleminderit, dëshiroj suksese në postën e trajnerit. Faleminderit shumë.
Besoj të gjithë kanë merita për suksesin e arritur në ky sukses i jashtëzakonshëm historik, por gjithsesi suksesi më i madh ishte lojtarëve në fushë të derdhën djerës. Sa jeni të kënaqur me këtë të arritur? Na si futbollistë jemi shumë kënaqur, shkaku që kemi punuar shumë për me arrit këtu. E dim që sezoni i parë që kemi luftuar për me hyrë në ligën e dytë, nuk na ka shkuar aq mirë ku kemi përfunduar vendin e dytë. Këtë vit kemi bërë çmos bashku me gjithë bashkëlojtarët me përforcimet që kanë ardhur, po ashtu edhe me trajnerin e ri që ta ngrisim drinën e parë në nivele më të larta të futbollit kosovar. Atmosfera është e jashtëzakonshme, keni pritur ndeshjen të zhvilloni me Istokun 0-3, një ndeshje më tepër formale, por të gëzoni tifozët edhe me një fitore gjatë këtij kampionati, 17 fitore, një barazim, asnjë humbje, një gol diferencë shumë të mirë. A ju ka penguar kjo lojë që ta keni pasur dëshirë ta zhvilloni Blespaku për dëshira ka qenë e madhe nga gjithë futbollistët që të tregohen, të festojnë para tifozëve tonë me një ndeshje futbolli, por ata nuk erdhën, kështu që s'kemi çka të bëjmë. E bëjmë një lojë miqësore mes vete dhe titullin jemi duke e festuar tash. Besoj edhe sa ju kanë ndihmuar, sepse jo vetëm futbollistët janë meritorë, është edhe stafi i kryesisë, të gjitha ata sa kanë ndihmuar, sa kanë qëndruar pranë për të arritur këtë sukses, gjithashtu edhe tifozëria me së. Kryesia na ka mbështetur 100% në çdo ndeshje, si ashtu edhe në stërvitje, kështu që jemi falendërues kryesisë tu janis pe kryetarit zotrin Mustaf Totaj, nën kryetarit gjithë me radhë, po ashtu duhet i cekë edhe donatorët, sponsorizues që na kanë ndihmuar jashtë mose, kështu që i bëj thirrje që na ndihmojnë apet, sepse Drini Bor nuk e ka mision vetëm të qëndrojë në ligën e dytë, por të arrijë në nivele edhe më të larta. Dhe ju për Liga 2 pak më vështirë, keni një bagazh të lojtarëve të mrekullueshëm, ndoshta duhet ndonjë përforcim, punë pak më e madhe. A mendoni ju vetëm të jeni pjesë e Ligës 2, por të synoni edhe titullin e kampionit? Unë si kapiteni i ekipit besoj që do të luftojmë që Drinë e Bor ta ngrisim edhe më lart. Që ta ngrisim në nivele më të larta, kështu që besoj që me punë që do bëjmë së bashku me trajnerin. Ja, atmosfera që e kemi pas për atë dhe kemi arritur suksese, kështu që besoj që në ligën e dytë me këtë lloj atmosfere, me këtë bagazh, po ashtu besoj me disa transfere do të synojmë ligën e parë. Atmosfera është fantastike. Faleminderit shumë për juve, kaloni mirë. Ragip, gjithsesi është një kontribut jashtëzakonshëm yti si futbollist stabil dhe me përvojën që e treguar. Sa jeni të kënaqur për këtë sukses jashtëzakonshëm gjatë një viti me ndeshjet e fituara, 18 ndeshje, 17 fitore, vetëm një barazim. Po, çka më thënë, nuk ka qenë fort e lehtë. Rrugtimi gjatë tërë sezonit ka qenë mjaft i zërshëm. Ka qenë një përvojë e emja i cili me përvojën time kam ndihmu klubit. Qëllimit ja arritëm, në 50 vitorin e klubit e fotëm Drinën e Bor në ligën e dytë. Shpresoj që do të vazhdoj me ecërit ka gjatë njëjtë. Ta shohim. Liri ke luajtur në pozitën e krahut të mbrojtësit të djathtë, këtu në pozitën e qendërmbrojtësit. Ishte përzgjedhja e jote apo nevoja? Më shumë të them që ka qenë nevoja e klubit se çfarë më thënë, më shumë i kam nevu ekipit që kam dashur. Dhe po të pëlqen kjo pozitë ta vazhdosh ligën e dytë? Po. Inshallah jem shnosh e mirë, besoj që do të vazhdojmë njëjtën pozitë. Inshallah veç sa më lart. Besoj që kena me vazhdu njëjtë. Drini Bor ka kohë aspirata për ligën e dytë. Kem shumë donatorë të cilët na ndihmojnë në kushte sa më të mira që Drini Bor të jetë sa më lart. Inshallah veç. E ke pasur Viganin aty afër, dy lojtarë me përvojë. Me Viganin veç se njihem kohë moti në aspektin futbollit dhe si shoqëri. Ta shohim. Na kemi dëshirë sukses në ligën e dytë. Shumë, faleminderit edhe juve që na keni vetëm debutues, por ta synoni krahun e tabelit. Çaj. Faleminderit edhe juve na keni përkrahur çdo ndeshje. Faleminderit për juve. Ligan një sukses i jashtëzakonshëm, sukses historik, titull historik dhe sukses historik. Shumë faleminderit për ju, mas pari që keni ardhur, që na keni. I bëj përshëndes gjithë dhe sukses jo me gjithë lojtarët, kena arrit një sukses shumë të madh pas një humbje, kështu që vazhdojmë edhe ligën e dytë. Me qëtë ritëm, me qëtë atmosferë, me qëtë ekip, jena shembull për... Padyshim që puna është mbi të gjitha, por sigurisht edhe përvoja juaj, ti Ragipi, keni pasur futbollistë tjerë të ligës së dytë me FC Prezident që kanë zhvilluar ndeshje. Po, unë e Ragipi, Besforti, Gjani, do e lojtar me përvojë, kanë ndihmu shumë ekipës, i cila ka mujt, kena arrit qëllimet, kena jap shumë golla, shumë pak kena pranu, kështu që
s'na mbete kur gjatë tjetër, vish me vazhdu në Ligë 2 edhe me pas sukses. Se sot mbyllë kjo kapitulli Ligës 3, mendoni për Ligën e 2. Si e shet Ligën e 2 Ligani, synimet? Liga për ligës në ma që dallojnë, Liga 2 është shumë ma fortë se Liga 3, kështu që vazhdoj me që të rritë, me që atmosferë i cila ka më na mbështet gjithë dhe si me sponsor, si me e përshëndes edhe kryetarin Mustafa Tota që na ka rritë çdo ase, kështu që vazhdojmë përpara. Ne kanë rënë që të keni formë suksese edhe në Ligën e 2 dhe të na kënaqni me lojra të mira. Shumë faleminderit për cëllazim, inshallah. Faleminderit shumë, respekte. Pojta është lojtar i cili me kontributin e vet shpesh ka ditur të shënoj gola të shumtë, së fundi edhe me hat-trick. Sa i kënaqur me këtë sukses historik të Jemi shumë të kënaqur me ekipën, me trajnerin, me kryesinë, me sponsorët që na kanë mbështetur vazhdimisht deri te titulli kampion. Shpresojmë që të vazhdojmë më tutje. Atmosfera në klub çfarë ka qenë gjatë kampionit? Fantazi, atmosfera ka qenë nivel gjatë gjithë kohës. A do të përsëritni sukses në Ligën e 2? Po tash synimet i kemi deri te Liga Por, tash mbetet të shihet. Faleminderit ajo. Orlandi është futbollist i ri, por që është shumë i talentuar, një mbrojtës i djathtë, ofanziv. Kontributi i tij ka qenë i jashtëzakonshëm për këtë sukses të arritur. Fillimisht urime Orland për lojën e treguar, për suksesin e arritur. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Para shumë jena mundu me fitu këtë ligë për fillimet. E kemi bërë një ekip shumë cilësor, i cili po ashtu që jemi të shpallë kampion. Në Ligën e 2 do jemi para shumë me synime me Ligën e parë dhe para shumë të vazhdojmë kështu. Si ishte kampionati për ty personalisht? A ishte i vështirë, meqenëse rezultati ishte jashtëzakonshëm? Para shumë të them drejtën, edhe pse Liga 3 ishte një ligë e mirë, po me ndimin e bashkëlojtarëve tjerë kanë shumë alet më ambientu me ekipin edhe synimi ynë ishte i qartë që ta fitojmë ligën dhe kështu u shpallëm kampion. Liga 2 për ty do të jetë eksperiencë e re apo nuk? Pa shumë, jo, kam qenë edhe në Ligën e 2, por do jetë një aventurë e re me ekipin e ri. Faleminderit shumë. Bekim, sot të jesh drejtor sportiv është nder, privilegj, kënaqësi në këtë atmosferë fantastike, në këtë ambient impozant, një sukses historik me rezultate të jashtëzakonshme. Sa i kënaqur si drejtor sportiv dhe çfarë mund thuash për këtë sukses historik të klubit të futbollit Rinik? Jashtëzakonisht i lumtur për suksesin që kemi arritur deri këtu, ka qenë një mund i madh, një punë, një angazhim i palodhshëm i kryesisë, një angazhim maksimal i lojtarëve që në fund ka rezultuar me këtë fitore, një shpallje kampion pas një humbje me gjitha fitore, do të thotë është një mund i cili ja ka vlerë dhe është shpërblyr në fund. Si drejtor sportiv kemi punu bashku me kryesinë, kryetarin dhe anëtarët e kryesisë tjerë, vazhdimisht të pasurojmë klubin me lojtarë cilësor, gjithë të cilin e kemi treguar dhe me rezultate. Madje shpesh na është thonë edhe nga tifozët dhe nga njerëz aktorë të futbollit që na jemi për një ligë më të lartë dhe edhe jo në Ligën e 3, por në Ligën e 2 dhe më tutje. Unë jam ambicioz në këtë drejtim, do të punojmë për objektivet e ardhshëm, synimi im edhe i klubit i gjithë kryesisë është që të mos ndalemi me sukseset, të mos ndalemi në Ligën e 2, sigurisht objektivi kryesor do të jetë tentimi për ofrimin në Ligën e parë. Sigurisht gjatë kampionatit detyra e drejtorit sportiv është edhe mbikëqyrja e stafit teknik dhe lojtarëve. Ndoshta është herët dhe i takon kryesisë, por megjithatë mendimi juaj personal keni sjell një trajner që po tregohet i suksesshëm, jo vetëm si ish futbollist, edhe a mendoni që ta vazhdoni me Robertin edhe në Ligën e 2? Patjetër, na sigurisht që do të diskutojmë me Robertin, ne jemi shumë të kënaqur me të si trajner, domethënë atmosferën që e ka sjellë në klub veç po shifet. Roberti është një merit e veçantë, pa hub mundin edhe dikujt tjetër të trajnerëve që kanë punuar të kaluar. Megjithatë, Roberti është një shembull i mirë i cili duhet vazhdojmë me neve. Na shpresojmë që ta kemi edhe në të ardhmen, varet edhe nga angazhimet e tij, sepse gjithmonë janë disa rrugë që mbrapa shpinën nuk shifen. Megjithatë, na në tentim së bashku me Robertin do të shohim edhe përprurje të reja, sepse thashë që synimet nuk ndalen këto. Nesër keni dy gëzime, festoni 50 vjetorin dhe njëkohësisht titullin kampion. Në Gjonaj
sigurisht do të vinë edhe shumë shikues, dashamirë, adhurues të klubit të futbollit Drini Bardh. Po, patjetër, nesër është organizimi për para tifozëve të Hasit. I ftojmë të gjitha aqënat e bashkangjitën këtë festë, sepse nuk është festë vetëm e kryesisë e lojtarëve, është festë e gjitha aqënëve. Pa ata na nuk do ishim këtu. Sigurisht mbështetjen më të madhe na kanë dhënë zëjtarët të cilët jetojnë në Perëndim edhe suksesi i atribuohet aty në njerëzve, atyre tifozëve, të gjithë bashkëdhetarëve kudo që janë edhe aqënëve kudo që janë. Sigurisht, ata gjithmonë kanë qenë zemërgjan edhe donatorët, falenderojnë donatorët, falenderoj urime donatorëve, urime gjithë aqënëve këtë titull kampion. Faleminderit shumë, faleminderit edhe juve për përkrajen që keni qenë vazhdimisht me neve, si gazetarë, si opinionistë, si gjithçka. Për çdo kontribut juaj. Faleminderit. E kemi një ndërthemeluesit e parë të klubit të futbollit Drini Bardh, veteranin Ali Totaj, një gëzim i papërshkruar, një atmosferë jashtëzakonshme, një fitore e merituar e klubit futbollit Drini Bardh gjatë gjithë kampionatit. Është një ditë, faleminderit shumë, është një ditë e papërshkrueshme për mua. Kur i kujtoj do gjëra kur ne këtë klub e kemi formu me 8 mars 1975, pa stadium tonin, pa rrugë, infrastrukturën gjonaj, edhe sot i bëj pyetje vetit, a thu, kam qenë me shokët e mi që kemi bërë punë, apo ja. Sot jam më i lumtur, i falenderoj të gjithë këtë stafin e tashin krye me Mustaf Totajn, e të gjithë të tjera që mas 50 vete në kanë bërë vërtet krenar që këtë klub, se shumë klube edhe ju e dini sa ka pas në atë kohë, po Drini Bardh po frymon ende edhe për herë të parë Ligë 2. Faleminderit gjithë këtyre. Për herë të parë Ligë 2 dhe Liga 2 pak është një eksperiencë më e vështirë, por gjithsesi besoj do t'ja dini sepse keni një staf të mrekullueshëm të futbollistëve, ndoshta edhe një përforcim aty këtu. Patjetër, na edhe themeluesit, edhe unë jam shumë entuziast, besoj se po, edhe do t'i ndihmojmë, si kemi ndihmuar gjithmonë me bukpjekësit tanë, hasjanët, unë gjithmonë jam kanë edhe sot jam, brenda ditës kam mujt me të bu 2.000, 3.000, se duhet organizim, për ndryshe e besoj që tash duhet ta shtrëngoj prypin pak ma tepër, edhe besoj që do t'ja dalim.